Ndikimi ekonomik jo vetëm në rastin e Maqedonisë, por ne tash ta fokusojmë në këtë segment tek ne, do të jetë shumë i lartë, posaçërisht kur punohet për aspektin e një produkti strategjik, siç është nafta dhe derivatet e naftës, i cili në një mënyrë apo tjetër si bazë energjetike e bilancit energjetik të vendit, pothuajse merr pjesë në të gjitha aktivitetet dhe krijimin e zinxhirit të çmimeve. Ashtu që vetiu reduktimi eventualisht i prodhimit, se siç e dini kapaciteti prodhues i Iranit vetëm është diku rreth 20 milion barel prodhim ditor, dhe nëse kësaj do t'i shtohet edhe prodhimet e Arabisë Saudite dhe vendeve të Golfit, e që rrezikojnë, kjo edhe randon më tepër edhe ngushtica e kanalit të Hormuzit, janë dy komponente që në një mënyrë apo tjetër drejt për drejt do ndikojnë në rritjen e çmimit të naftës dhe derivateve të naftës, dhe kjo mandej implikon rritjen e çmimeve të gjitha produkteve tjera. Në rastin tonë ne jemi energjetikisht të varur, sepse jo se kemi kështu burime energjetike, e në anën tjetër kuptohet se sapo jemi fragjile dhe në aspektin e inflacionit. Është produkti i cili në një mënyrë zinxhirore do efektoj dhe do ndikoj edhe të shumë produkte tjera, dhe rritja zinxhirore e çmimeve bie te niveli mesatar i rritjes së çmimeve. Dhe kjo në kupton më një rezultati një inflacioni, spiral të inflacionit, e cila akoma sa arritëm ta stabilizojmë. Pra ne mbillom vitin 25 me 4% inflacion, targeti është që këtë vit të shkojë 2.5, dhe nëse përsëri rikthehemi tani spirales rritëse, do të ndikoj drejt pas drejt, dhe kjo është inflacioni importuar, kuptohet, por që ka ndikim mandej në gamën apo në asortimentin e gjerë të prodhimeve dhe shërbimeve, dhe si i tillë, pra impakti apo ndikimi do të jetë shumë i gjerë.